Kthimi i vërtetit djaloshit plank prish nuk ndodh në momentin kur e vendos me art të jati. Kthimi i zemrës së tij, kapërcimi i fajit, i të keqes, i mëkatit, ndodh në momentin kur ai njen përqafimin e babës, kur ai njen dashninë e tjatit, gëzimin që ka, edhe lumtuninë që ka shkaktu ky shndrim, ky ndryshim. Tek e fundit është dashnia e Zotit ajo që na shënon jetën, na shënon horizontin, që na liron prej mëkatit e prej të keqes. E duhet patjetër për çdo ditë me kërku me kuptu një këtë doj dashnie, përqafimin e tij të mrekullueshëm te atij atit i cili nuk na let te e keqja te gabimi jon, por don lumtuninë tonë, ban çmosin për lumtuninë tonë. Asgjë si intereson atij, përveç nesh. Don me na pa të lumtun, e kaq mjafton. Këtu më dhe gjithçka.